Asnjë objekt publik në Ferizaj nuk është i siguruar. Për shkak të buxhetit të kufizuar, qeveria lokale nuk e ka marrë seriozisht të veprim, edhe pse pasuria publike duhet të sigurohet të paktën nga fatkeqësitë natyrore. E përveç sigurimit përmes kontratave me kompani private, disa objekte me rëndësi të veçantë në Ferizaj nuk kanë as roje fizike. Drejtori i teatrit, Fatmir Hyseni, thotë se mungesa e rojës dhe sigurimit e vështirëson aktivitetin në këtë institucion, duke rritur frikën nga ndonjë e papritur. Ndërkaq, zëdhënësi i komunës Naim Ferati thotë se për këtë ide kanë menduar, por që ende nuk kanë ndarë buxhet për këtë pozicion. Për kujdesin apo për sigurimin e objekteve në raste fatkeqësive, në raste zjarreve apo në raste të tilla, nuk kemi ndonjë kontratë me ndonjë kompani e cila do të kishte bërë sigurimin e objekteve nga fatkeqësitë, por arsye se deri më tash komuna e Ferizajt nuk ka arritur që të sigurojë buxhet mjaftueshëm që ta mbulon edhe këtë pjesë të sigurimit të objekteve. Po besoj që kjo temë do të diskutohet edhe në tarma, siç është diskutuar edhe në kaluarën me kryetarin e komunës dhe me gjithë tjerë që sigurojnë fonde me qëllim të sigurimit dhe kryerjes së një obligimi ndaj këtyre objekteve, po me siguri që jam besoj i bindur që në asnjë komunë dhe besoj as në nivele tjera nuk ka një sigurim të tillë, po do të ishte shumë mirë që kjo ndodhte për arsye se edhe ne si udhëheqës apo prish të institucionit do të flenim më rahat sa i përket sigurimit të objekteve. Në anën tjetër, në kompaninë e sigurimeve Ylliria në Ferizaj, thonë se deri më sot, institucionet lokale nuk janë interesuar të bëjnë sigurimin e objekteve publike. Haki Shaqiri nga kjo kompani tregon edhe për ofertën e sigurimeve që mund ta marrë qeveria lokale. Kompanitë ofrojnë sigurimin e objektit nga zjarri, nga vërshimet, nga breshi, nga stuhit, thyrja xhamave, ramja ndonjë mjeti fluturues apo pjesëve të tij, nga tërmeti. Të gjitha këto janë mundësi, ka edhe të tjera, po këto do të ishin ato më elementare, më standarde që i ofrojmë ne. Ka mundësi me bërë sigurim nga vjedhja me thyrje. Këto ishte dashur me qenë temë e interesimit, gjithsesi me qenë synim i komunës, sepse nuk është krejt njësoj ta lash një pasuni, siç është një objekti i ndërtesa e komunës ose teatrit në mëshirën e askujt. Shaqiri thotë se për këtë qëllim, komuna nuk do të shpenzojë shumë. Shpesh kur bisedojmë për sigurimin e një banese ose një shtëpie që mund ta ketë një vlerë rreth 100.000 eurove, pagesa ditore kishte me qenë një macchiato sa kushton. Do të thotë brenda një viti llogaritme. Një macchiato duhet me nda për me siguru një banesë ose një shtëpi e që galën do t'ja kishte bartë kompania e sigurimeve e jo vetë. Do të thotë nuk është ndonjë tarif që nuk arrihet, nuk është ndonjë tarif për cilës duhet me u frigu. Përkundrazi, kompanitë bartin. Aktualisht, sigurimi i rregullt i pasurisë publike bëhet vetëm për veturat zyrtare dhe mjetet e transportit, sigurimi të cilave është obligim ligjor. Objektet publike, si shkollat, qendrat shëndetësore, teatri, qendra kulturës, galeria arteve, muzeu historik dhe ai qytetit, biblioteka publike, objekti komunës dhe disa të tjera, duhet të presin rritjen eventuale të buxhetit në mënyrë që pasuria e përbashkët të sigurohet dhe me këtë veprim do të zbutej dëmi eventual nga ndonjë fatkeqësi elementare.